Po çështu mendojnë ata. Po Ahmeti, po çështu mendojnë ata kanë gjithë e Zotit. Si krenoi mendojnë. Paspori, unë po solidarizohem me shqetësimin e ju. Jo, dëgjoj Ahmeti. Se unë nuk jam ka ndëgjoj mo. Ky sopun debat. Unë debatoj me psi njerëz mo. Absolutisht. Kom edhe unë uj vetën. Mirë, Arben, unë po pajtona me... Absolutisht Ahmeti, ku se nga pe që dy në forma me ma tulta debatit. Pse më, po shka Pse ku se një sistemi? Ty se një kushteturit, njët vetë. Shko, njët vetë që njëri kushteturit s'ka ledzu. Njët vetë që kështë di qka gjukota supreme edhe qfa vendimi ka mërë. A sa etiketimin e të e po? Pse po merresh me këtë? Zoti Ahmeti te lutem, e njëve që shë relativizoj. A e etiketove njeriu, vetëm a mund të... Lebe etiketimet nga e shka po flet, se si e të ngu. Arben, a ka mundësi kështu vështja, unë po pajtohem me atë që po flet. Veç të lutem, a ka mundësi. Unë po pajtohem me atë që tha Dem Hasaj. Mirë, po Dem Hasaj nuk e përmendi një çështje që është shumë e rëndësi. Betimi i deputetit dhe mos konstituimi i kuvendit, duke pas kryetarin dhe nën kryetarët, lën hapësirë që të njëjtit deputet, pa u konstituu kuvendi, mund të jenë ushtrues detyre të ministrave. Këtë lexone, nëse nuk është ashtu, është irelevante, sepse ka një kod gjatë që po ndodh. Pyetja është, çka duhet të bëjmë nesër? Jo Duhet të thirret një seancë e re. Ushtrues detyre. Edhe atëherë. Vetëm me dhënie të betimit, pa konstituim të kuvendit, ka të drejtë të jetë ushtruese. O gabim, sa je i madh. A di pse? Sa është në betim? E ka qit dën Biblën në Kur'an. Dallon betimi i deputetit momenti kur ti betohesh ti je deputet. Po. Te ty u kry puna. Konstituimi i kuvendit masanej është